drejt punojësve të policisë shtetit, ndërsa janë larguar edhe protestuesit duke marrë me vete drejt më themi përpas pamje më të qarta të asaj se çfarë po ndodh. Protestuesit tashmë kanë qelluar me vesë drejt punojësve të policisë shtetit. Ka incidentin e parë, tentohet të hiqet gardi kordoni policor, tentohet të hiqet kordoni I cili është vendosur nga ana e punojësve të policisë. Këto pamje që na mundsojnë drejt për së drejti operatori Erton Ceco janë këto pamjet që kanë nisur më themi përplasja parë mes punojësve të policisë dhe qytetarëve. Gardi vendosur është dhe po mbahet me forcë nga ana e punojësve të policisë. Është e pamundur fakt që protestuesit tash vendosin kjo për shkak të numrit të lartë të forcave policore, ndërkohë që një tjetër më themi zonë e cila po protestohet janë në afërsi edhe të rrugës së Elbasani, ku qytetarët të shumë kërkojnë të kalojnë nga rruga kryesore për të kryer punët e nevojave të tyre. Kjo fakturë është ka shtyje mes protestuesve dhe punojësve të policisë. Është një gard metalik I rëmë I cili po shtyhet nga të dyja krahët, po ka thirrje të vazhdueshme që të zhvendosë. Është vendosur në fakt ka punojës policie të cilët kanë zhvendosur gardi metalik dhe janë qelluar me vesë drejt janë qelluar me vesë punojësit e policisë. Ky është momenti